Tronditet Zelanda e Re, ngaturuar me një paciente 11 vjeçaria dërgohet me forcë në spitalin psikiatrik dhe injektojnë ilaçe. Një 11 vjeçare në Zelandën e Re u ngatrua gabimisht me një paciente të humbur, çka pasoi në marrjen e saj me forcë, injektimin e mjekimeve antipsikotike dhe u dërguar në një spital psikiatrik. Policia dhe autoritetet shëndetësore janë përpjekur të shpjegojnë ngatresën që ka shtangur liderët politik dhe ka shkaktuar zemërim në mbarvendin, raporton The Guardian. Vajza e cila shfaqi aftësi verbale të kufizuara po kalonte në një urë në Hamilton kur një patrull policie e identifikoi gabimisht si një paciente 20 vjeçare. Policia dërgoi më pas në spital, ku ajo vendos në njësi të kujdesit intensiv psikiatrik, pavarësisht se një infermiere tha se dukej si fëmijë. Pacienti A ka një aftësi ndryshe që do të thotë se nuk ishte aftë të tregonte njerëzve për veten, thuhej në një përmbledhje të Ministrisë së Shëndetësisë ku i referohej vajzës. Pasi refuzoi stafin për të marrë mjekimet, vajza u mbajt me forcë dhe ju injektuan antipsikotik që u jepen rrallë fëmijëve. Stafi po vepronte me hamendësim, se po ja jepnin mjekimin një të rrituri, jo një fëmijë, thuhet në shkresën e incidentit të datës 9 mars. E mitura kaloi më shumë se 12 orë në spital derisa policia kuptoi gabimin dhe telefonoi familjen e saj. Duat janis duke i kërkuar falje kësaj voglusheje dhe familjes së saj për traumën dhe shqetësimin e shkaktuar, ka thënë një zyrtar i lartë i shëndetësisë Richard Sullivan, duke shtuar se është e nevojshme që të sigurohen që të mos të përsëritet. Kryeministri Christopher Luxon nisi një hetim javën e shkuar pasi ngjarja doli në dritë. Kjo është tepër shqetësuese, tha ai.